Tashmë në faqet e ndritura të historisë së qytetit të Elbasanit, do të shkruhen edhe kapituj të veçantë për historinë e sportit të këtij qyteti. Një qytet që ka shkëlqyer në arsime dituri, nuk ka se si të mos shkëlqejë edhe në sport. Faqet e ndritura të historisë së futbollit, peshngritjes, mundjes, atletikës dhe shumë disiplinave të tjera sportive, nuk mund të kuptohen dot pas sukseset e jashtëzakonshme të alpinizmit, ekipit që tashmë feston 50 vjetorin e themelimit të vet. Është i vetmi ekip, besoj, në Republikë që ka numrin më të madh të mjeshrave të sportit. Alpinizmi është sport i njerëzve të guximshëm. Ky ekip e nisi rrugëtimin 50 vjet më parë, pavarësisht se rënjet e tij datojnë pas çlirimit. Trajner të ekipit të alpinizmit kanë qenë Agim Kajanaku, Ligor Perikliu, ndërkohë që mes tyre ka qenë edhe Roza Gjergji, e para alpiniste femër e ekipit të Elbasanit, e që theu çdo tabu të kohës për të sfiduar malin. Qysh në vitet 27 që e ka fillu, Gor Perikliu, ka qenë të vjetër, ka qenë dhe Roza Gjergji. Të tre ishin nismetar të parë të asaj kohe, por me iniciatinë e tyre ato mlodhën të ri që ishim në atë kohë, edhe aktivizuam. Më vonë ky ekip do të perfeksionohej duke u nështruar rregullave të rrepta sportive, stërvitje të vazhdueshme dhe disiplinë shembullore, që do e dallonte ekipin e alpinizmit në Elbasan nga shumë ekipe të tjera. Ka pas traditë, ne nuk mundet të lëm pa përmend, për shembull, kanë qenë vëllezërit Biçaku, ka qenë vëllezërit Bici, ka qenë vëllezërit Ibrahimi Kujtimi dhe Gimi. Që Kujtimi mund të themi që ishte një nga alpinistët më të mirë që kishte, jo i vetmi, po ke grupi alpinistëve të mirë. Ka qenë ekipe zinxhir nga pionerët, të rinjt edhe të rriturit. Profesor Ligori rafet pas me gjithë Xhavat Osmanin, të ndjejnë Xhavat, bëshin maksimumin për të shërbit ekipin e parë. Zoti Rapusha përdori që parë. Me thënë drejtën, ekipi bënte një shërbite shumë intensive për shkak se nuk mund t'i ke dot në mal të zhvilloje aktivitetin 10 ditor, në kjo se nuk të kishe përgatitje çdo ditë në javët. Do të paraqiteshe në ora 2 stërvitje dhe në ora 5 lije stërvitje. Ka qenë një stërvitje rregullt, mund të them që i bëshim gjitha vrapin, shkoshim nga Elbasani deri në Labinot, shumë një mirëfillt, plus asaj kishim dhe nodin, sepse kishim dhomat e ku bashkëm stërvitje, kishim afër pishinës. Por mund të them që ne kemi kalu çdo gjë me sukses, kemi përballu. Mund të them që në gjithë ekipi Elbasan ka qenë një ekip shumë i stërvitur mirë, edhe kudo që kemi marrë pjesë në për aktivitete, kemi dhënë rezultate të shkëlqyera, kanë qenë ndër të parët. Falë kësaj përgatitje fizike dhe disiplinës sportive, sportistët e ekipit të alpinizmit të Elbasanit kanë hyrë në histori edhe për aktet heroike në çaste të vështira. Një prej tyre është ajo e vitit 1978, ku Sejt Gajdja do të bëhej heroj heshtur, pasi shpëtoi jetën e 10 alpinistëve gjatë një rëshitje të vështirë. Kujtohet kemi bërë shumë njëtje të vështira, shkëmbore dhe malore në borët, por një nga më rëndësishme është një rëshitje dhe që të bënë gati një katastrofë. Ishim të lidhë rreth 40 veta me litarë, një në masetë, dhe po zbëshim ishim në zbritje. Shkau një ekip dhe fillum të rëshjasim një në masetë. Ne duke i parë që po ikshin, u hodhëm këj një pishë atë, kapëm pishën e rrëdhe për qarkë pishës dhe shpëtu, si ata dhe ne. Bides u dëmtum shumë në gjokëse. Historitë e suksesit janë të shumta. Ato përbëjnë një mozaik të veçantë që plotësojnë historinë e ekipit gjysmë shekullor. Pas viteve 90, demokracia dhe pse erdhi vrullshëm dhe me ndryshime të mëdha, ajo nuk arriti të zbehte traditën e krijuar nga alpinistët e parë të ekipit të Elbasanit, por u pasua. Madje u forsua më tej me djemë të rinj e alpinistë të talentuar që sot udhëheqin këtë sport.
në vitet 98 mos gaboj, 97-98, me anë të një kushiri tim, i cili më afroi me ekipin e alpinizmit, por gjatë këtyre kohëve unë kisha njohje me Rapush Kabashin, njëkohësisht i njihja dhe në përemra edhe alpinistë të tjerë më të vjetër, por fillimisht ishte kjo ftesë që më bën nga Federata e Alpinizmit për t'u marrë me alpinizëm dhe për të ringritur ekipin e alpinizmit, sepse ata donin ta ringrinin edhe një herë alpinizmin në rang vendi. Dhe fillimisht ishte kjo ftesë nga ana tyre për të ringritur ekipin. Normal filloi kjo ringritja e ekipit në vitin 98 me disa djem, po them dhe të rastësishëm, sepse thjesht ata nuk është se ishin alpinistë, po ishin diçka që merreshin me sport, po jo me alpinizmin. Kjo ka ndodhur vetëm 2 vitet e para, se më pas me afrimin e Rapush Kabashit dhe Plumbicit, ekipi mori një, si them, në ana profesionale, mori një ngritje, një hov. Sot, ky ekip ka marrë përmasa të gjera, në të janë mbi 100 pjesëtar me kartë antarësie, ndërkohë që në aktivitetet e zhvilluara, masiviteti ka arritur mbi 200 veta. Në këtë gjysmë shekulli, ky ekip ka arritur suksese të jashtëzakonshme në ngjitjen dhe eksplorimin e disa prej maleve më të mëdhenj dhe të vështirë, si brenda ashtu dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Ekipi i alpinizmit në Elbasan është ndër më të konsoliduarit dhe me një aktivitet të përhershëm dhe dinamik sa i përket ngjitjeve malore, eksplorimit të zonave të reja dhe promovimit të turizmit malor në Elbasan, por edhe në Shqipëri. Mëngjeset e majit, kur këndon bilbili fushës, kur fryn erëza e malit, edhe qarku është i skuqur, dua lulet në përfusha, në mëngjes kur jam plot me vesë, do qa te bardha të qupësë, vete me vrap që t'i preka, por nga gjitha to më parë, dua më shumë Shqipërinë, që të vejë puna barë, edhe për jetë të ketë lirinë, por nga gjitha to më parë, dua më shumë Shqipërinë, që të vejë puna barë, edhe për jetë të ketë lirinë. Ky ekip tashmë i ndërkombëtarizuar, sa i përket sukseseve të veta, nuk ushtron vetëm aktivitet sportiv dhe argëtues, por është bërë iniciatori i shumë aktiviteteve edukuese dhe informuese, pjesë e programeve dhe konferencave shkencore, duke dhënë ide dhe modele konkrete se si mund të përsoset turizmi malor dhe i gjelbër në Shqipëri, se si mund të kthehet në industri të mirëfillt duke gjeneruar mira vende pune për të rinjt që kanë studiuar në një prej fushave që lidhet me turizmin. Alpinizmi, ndryshe nga sportet e tjera, nuk është se zhvillon thjesht aktivitet sportiv, por është dhe promovues i vlerave turistike të treves së Elbasanit, të gjithë bukurive natyrore që ka Shqipëria dhe më gjërë, sepse ekipi i alpinizmit, siç thash, është atje ku shkon, evidenton vlerat kulturore, historike dhe përveç kësaj bën dhe edukimin edhe sjelljes me natyrë, sepse duke filluar që nga ajo moslehimi që i hedhjes së mbeturinave, apo po flasim edhe këtë sensibilizimi për mosprerjen e pyjeve, shkatrimin e pyjeve, sepse ne kemi reaguar edhe mediatikisht për kur i kemi vendetuar, fotografuar, filmuar
Kështu që në një farë mënyre, domthonë është dhe kjo pjesa e mbrojtjes ndaj natyrës. Sukseset janë të shumta, po ashtu historitë njerëzore janë të pafundme, aq sa nuk do të mjaftonin libra dhe artikuj për t'i shkruar dhe treguar ato. Por ajo që është me rëndësi për t'u theksuar, mbetet fakti se në këtë shoqat militojnë shumë të rinj dhe të reja, që përbën një premisë të jashtëzakonshme për të ruajtur traditën dhe për ta shndërruar alpinizmin në një industri që jo vetëm evidenton dhe promovon bukuritë natyrore të Shqipërisë, por edhe si një sektor fitimprurës që jep shpresë për të krijuar mundësi punësimi. Zigzag, zigzag, hey, 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 alpinista jemi, hey!